Këtu kemi tani në ekipit të punit, profesor, një fitore merituar dhe 3 pikësh që ka lënë luzin 2 pikë para. Unë sot rreth parë duhet të falenderoj gjithë çunat për shpirtin e garës, sepse sot ishte një ndeshje rivalizuese ndërmjet ekipeve të zonës play-offit dhe ekipi pjesën e parë funksionoi shumë mirë. Në pjesën e dytë munduam të bëjmë shumë fazën sulmuese dhe arritëm qëllimit që pretendoheshim në shëndet gol sa më shpejt. Kemi 2 ditë pushim. Ka një formore për ekipin që përsëri do neshte me luzën për kampionat? Ne fundjavë jemi pushim, është java e pushimit. Para 3 ditësh ne bëmë ndeshjen e Bastidën, normalisht ky pushim do na shërbej, duke rekuperuar dhe lojtarët që na u dëmtuan, që jemi gati për ndeshjen e radhës, përsëri kemi një transfer me luzin, sepse kjo sot më ishte ndeshja për pambetur dhe besoj që edhe të ikim për të marrë maksimumin. Sukses dhe urime.